Unë jam me Babaci, vi nga Bologna, kam ikur që studente, pasaj mbarova dhe ngel atje. Dëshira e madhe, dëshira për të kthyer në Shqipëri është shumë e madhe. Ndaj dhe marrim pjesë në për samite, sepse presim gjithmonë një dritare të hapur nga toka mëm për të kthyer, që të futemi, të na hapi derën. Trama e këtij samiti është shkruar shumë bukur. Si ai regjizori që shkruan tramën shumë të bukur, dëgjojmë narrativat, po mungojnë aktorët kryesorë që është diaspora. Ky është samiti diasporës. Dhe mendoj se përveç hapjes, që fjala detyrimisht duhet t'u jepet ministrave, kryeministrit, presidentit, aktorët kryesorë jemi ne. Unë kam shkruar dhe personalisht për të folur, doja që të bëja një diskutim, dhe nuk më dha drejta e fjalës. Kështu që duhet i mbarojmë këto filmat e bukur, që ne vetëm dëgjojmë, po ne aktorët kryesorë nuk kemi të drejtën e fjalës. Kjo është njëra. Si puna ime që kemi, unë kam mbaruar 3 fakultete në Bolonjë, kam 2 specializime, si unë dhe shumë të tjerë këtu që vim nga Bologna. Po. Kemi kërkuar shumë herë dhe kontakte të hymë, të japim kontributin tonë, sepse unë punoj 14 orë në ditë në kuesturën e Bolonjës, në shërbim të një shteti të huaj, po unë mund të bëj dhe 20 orë, po për vendin tim, dhe jam në vendin tim, sepse kam investuar unë për përgatitjen time. Nuk ka investuar Shqipëria. Kjo është gjë e parë. Nuk kam vend ku të flas. Eko pse me shumë kënaqësi. Absolutisht, patjetër. Përndryshe ne ngelemi vetëm numra. Unë nuk bëj biletën të vi që andej këtu për të qenë thjesht një numër që mora pjesë. Nuk funksionon kështu. Ju jeni larg realitetit, flas për politikanët. Jeni larg realitetit. Ju nuk jeni afër me ne. Ne duam të kthehemi në vendin tonë. Dhe këto panelet e ndara nuk janë mirë. Ku ishim atje të gjithë secili, gjithë ne aktorët që jemi kryesorët, duhet të flasim, të sjellim problemet, nëse duam konfronto. Jo që unë mi këtu, vetëm dëgjoj politikanët. Narrativa është shumë e bukur, po ju nuk e keni den që ato të thotë sakrifica, që ato të thotë të mbarosh shkollën andej, ku ne kemi punuar 14 orë ditë dhe gjithë natë venim në biblioteka duke studiuar, pasi për kraje dhe pasi ndim. Hapni dyert, sepse Shqipëris nuk i mungon truri. Keni mbyllur dyert të gjithë personave që janë të përgatitur. Zoti Taulant Balla, je i pari që je larg, shumë larg realitetit. Votën mund ta kalosh dhe 4 vjet të tjera, po në histori duhet të kesh një emër, sepse jeni të gjithë vetëm di pasazho në këtë botë. Okej, duhet të lëm një emër. Jo vetëm të vini edhe të siguroni njerëzit tuaj.